Rreshjet e dëborës të rëna gjatë ditëve të fundjavës kanë lënë pasoja të rënda në frutikulturë në Dibër. Prania e dëborës dhe më pas ngricat gjatë natës kanë shkaktuar dëme të mëdha në frutikulturë. Pemët frutore që ishin në lulëzim apo ato që ishin në formim të frutit janë dëmtuar të gjitha. Fermerët thonë se kjo është situatë e pazakontë për periudhën, ndërsa ndihen të pafuqishëm për të përballuar dëmin e shkaktuar. Nderim Kryemadhi shprehet se prodhimi në qershit nga dëbora i ka zënë në lulëzim apo në formim të frutit dhe do të jetë zero për këtë vit, për shkak se temperaturat gjatë natës kanë zbritur disa gradë nën zero. Sipas tij, mungesa e mbështetjes në raste të tilla nga ana e shtetit për t'i subvencionuar rrit akoma më shumë dëmin dhe step fermerët që të vazhdojnë këtë aktivitet edhe në vitet e ardhshme. Po tani rrezikohet që ka shkuar minus komplet fare. Shteti s'ndihmon fare. Çdo gjë unë me vllain kemi shpenzuar mbi 10 milion lekë dap në apotekën Nikna për t'i plerose helme, ta prap duan helme gjatë gjithë verës, se llogaritëve për not, kështu që jemi në minus totalisht. Rrezikohet edhe molla me këtë dorë që ka rënë dhe me këtë minus, sonde parashikohet edhe minus prap, dhe kështu që kemi frikë edhe nga molla. Se edhe molla është gati në të fryrjen e gonxhës. Se ka fryrë, po të jetë gati në të hapin. Ka rrezik se do ta zi embrionin edhe molla. Kështu që frutikultura në Dibër rrezikohet minus zero rrezikohet. Kështu që populli është në degradim. Qeshia ka shkuar në zero, nga shteti në minus, as nuk vjen t'i dërsohet kërkush. Minus zero shteti. Jo flitet për si mjetë, po edhe herë tjera, s'ka garanci shteti. Jemi dembelizuar, s'dim ç'a të themi. Fermerët kërkojnë që dëmet nga fatkeqësitë natyrore të subvencionohen nga shteti, pasi agjencitë e sigurimeve nuk pranojnë që t'i sigurojnë fermat e pemtarisë.